Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka dënuar me 15.500 euro kandidatin e iniciativës qytetare për Skenderaj Sokol Halili, shkaku i gjuhës që ka përdorur ndaj kandidatit të PDK-s Samil Ushtaku. Sipas dy ankesave që ka dorëzuar PDK-ja ndaj Halilit, ai në rrjetet sociale ka publikuar videoshkrime në të cilat mes tjerash ka përdorur shprehjet si kriminal, terrorist, tiran e shoki Milan Radojqiqit. Sipas vlerësimit të panelit, rregullat që rregullojnë fushatën zgjedhore kërkojnë nga subjektet politike dhe përfaqësuesit e tyre të shmangin përdorimin e gjuhës fyese, denigruese dhe urrejtëse. Përdorimi i kësaj gjuhe nga iniciativa qytetare për Skenderaj, përkatësisht kandidati Sokol Halili, sipas panelit është shkelje e etikës zgjedhore dhe standardeve të sjelljes në fushatë zgjedhore. PZAPO-ja me 7.600 euro ka dënuar edhe Lidhjen Demokratike të Kosovës për sjelljen e kandidatit të saj për kryetar të Prishtinës Përparim Rama. Për Ramën në PZAPO janë ankuar lëvizja vetëvendosje e Partia Demokratike e Kosovës në lidhje me shfrytëzimin e hapësirave të institucioneve publike për të bërë fushat. VV-ja është ankuar për mbajtjen e fjalimit në Kuvendin Komunal të Prishtinës. Sipas vlerësimit të panelit, konstatohet se kandidati për kryetar të komunës së Prishtinës, Përparim Rama, ka shfrytëzuar hapësirat e brendshme të komunës së Prishtinës, respektivisht foltorën e Kuvendit Komunal të Prishtinës, ku bën thirrje qytetarëve që më datën 12 tetor, pikërisht për ditën e votimit, të reflektojnë se për kë duhet të votojnë, me qëllim të krijimit të një shumice në asamble. Këtë deklarim e bën gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale të datës 12 tetor 2025, që të përfitoj vota, duke qenë në garë për një mandat për kryetar të Prishtinës. Kurse PDK-ja është ankuar se Rama, duke shfrytzuar hapësirat e komunës, ka paralajmëruar paraqitjen e tij në një emision televiziv. Sipas vlerësimit të panelit, konstatohet se kandidati për kryetar të komunës së Prishtinës, zotri Përparim Rama, ka shfrytëzuar hapësirat e brendshme të komunës së Prishtinës gjatë fushatës zgjedhore me përfitim të votave. PZAPO-ja ka gjobitur me 800 euro edhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës e PDK-n me 500 euro pasi kandidat të tyre për asamblej komunale kanë vendosur postera zgjedhor në hapësirën e parkingut të nëntoksor të nënkalimi në Ferizaj, i cili menaxhohet nga Ndërmarrja Publike Ambienti. Ndërka që është refuzuar si e pabazuar ankesa e VV-s ndaj subjektit politik për drenasin Kampion Ramiz Ladrovci, në lidhje me gjuhën që Ladrovci ka përdorur ndaj kandidatës së VV-s për kryetare të drenasit, Egzona Tërdevci. Si të pasafatshme, PZAPO-ja e ka vlerësuar një ankesë të subjektit politik për drenasin Kampion Ramiz Ladrovci ndaj PDK-s në drenas, e një tjetër e ka refuzuar si të pabazuar. Të pasafatshme, PZAPO-ja e ka vlerësuar edhe ankesën e Kushtrim Kadriut, kryetari i lëvizjes qytetare Vatra, kundër vetëvendosjes në Gjilan.